të kemi shka kena këto të sunë. Dhe thot, që kjo është tash momentalisht sahati më i madh në dunjë, kupton, i cila gjendet thot në rrojnë të Çabës. E tash duke e pa këtë sahatin më kujtuar një rast kupton shumë interesant. Është një vllau jon musliman i Gostivarit, i cili do thot ka punuar do thot në një firmë të madhe në Francë atje me air condition. Edhe kur udhzohet normal kupton, ka qef me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ja nis me praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato të firmës, edhe pse afon do thot punëtor i zellshëm edhe i fortë edhe i mirë, i thonë për shkak praktikimit të sunetit apo kupton, na nuk mundna me të marrë në firmën tonë, atëherë do thot je i suspenduar do thot prej firmës. Edhe kiç ka ban, mendon, a me praktiku sunetin e pejgamberit apo me lën punën. Edhe i mund shët menja thot çka dohet le të bëhet, unë e thot sunetin nuk e lën, edhe i mbledh teshat edhe punët edhe kthehet në Gostivar. Edhe kur kthehet në Gostivar, nuk e alarmon këtë punë, ato nuk e vën të madhe që mos t'i lodhet do thot ato të familjes apo sidomos tonën e vetë edhe me thonë ata që çka u ke me të pa punë, se nëse është problem të na me të pa punë. Atëherë kur bëhen ato ditë të pushimit, si zakonisht do thotë që kanë në pushim i thonë vetë tu ka përcej pushimi, a ki mu kthia petë man puna s'ki mu kthi. Thotë po jo, aksiona e kam pak një pushim pak si më të gatë. Edhe çato ditë apo kupton, kur soset më dhaj koha e pushimit dhe sen, ju lajmërohen ato pi Francës. E thonë do ti filan fistekive, apo ki qef me punu, ka thonë po, kush nuk ka qef me punu, ama unë i kam kushtet e mia. Nëse më pranoni do thot me sunet me punue, vi, nëse jo, atëherë do thot kishini tani kanë tjetër. Ka thonë po, na pelip në një suku ti qështo, shka me sunet, por jo me punu të na në Francë, po kime shku me punue në Mekë. Nëse ki mundësi apëton me shku me punu te ora, se te ora atje ka do thot një sistem për fladitje të orës edhe të objektit, e me shku me mirëmbajt atë objektin. Ashtu që e morin pi Francës, e çojnë në Mekë, me punu do thot te ora, a gjenë majtë të orës e ka do thot kancellarinë e vetit, e ka rrogën edhe 4 herë më të madhe se çka i ka pasur në Francë, edhe është në afërsi të Çabës. Këto gjona i ndodhin kujna që atina njeriu që ka me të vërtet i ka frikë Allahu dhul xhelal, se Allahu në Kur'an ka thonë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Çai që i ka frikë Allahut, Allahu ja gjon një rrugë dalje, edhe e furnizon ka se kujton hiç. Sikur ka ndodhur thot me këtë vëlla, që i ka gjekë rrugë dalje dhe ka furnizu, se ka kujtu hiç, apo thon që kam ja bë Allahi me shkuë do thot me punue në rreth Çabës. Inshallah Allahu dhul xhelal e shpërblen për praktikimin e sunetit edhe për praktikimin e punëve të mira, sikur që ka shpërblim këtë dunjë, inshallah e shpërblen edhe në ahiret.